Zoti Zhlima ka ndalë disa përgjime lidhur me Belinda Ballukun dhe Evis Berberin, ku mes tyre flitet në fakt për një takim që ka pasur ajo me Bashkim Ulajn, një prej biznesmenëve në Shqipëri, i cili ka marrë edhe për të ndërtuar rrugën Thuman Kashar. Ndërto, Balluku shpreh që atit i kanë bërë nderin e jetës dhe ai do jetë ushtari i on. Si e cilësoni këtë raport të Ballukut me biznesmenët të cilët marrin tendera tek ARSH-ja? Duhet keni parasysh diçka. Këto fakte të cilat kanë dalë në publik duhet të vërtetojnë me një vendim të formës së prerë. Por duke marrë si referencë të këtyre indicjeve, është treguesi i qartë që pushteti aktual i marrë nga zoti Rama me 83 mandate nuk ka ardhur si pasojë të një programi meritokratik, të një programi me platformë, të një programi i cili ka të bëjë me qytetarët, por ka të bëjë me interesa të caktuara. Dhe këtë nuk e prisja kurrë që të ndodhte nga një parti që quhet Parti Socialiste, sepse ka humbur destinacionin e saj politik. Dhe mos harroni faktin që Partia Socialiste ka humbur destinacionin politik për shkak se ka harruar fjalinë moral dhe fjalinë meritokraci. Qëndrimi në pushtet nga 2013 deri më sot është një tregues i qartë që Partia Socialiste ndodhet në situatën e saj më të vështirë dhe më të pa imagjinueshëm në rast të ta marrim në aspektin më të mirë, në aspektin politik që flasim, që një parti në momentin kur do të humbasë në çdo moment pushtetin, do të jetë më e coptuar dhe më e shkërmoqur se sa nuk ka qenë asnjëherë Partia Demokratike. Prandaj, kjo lëvizje ose ky tregues i këtij mesazhit na tregon që si një zëvendës kryeministre jep pasurinë publike, këtu do ta marrim në aspektin qytetar, pra se si një person që është futur në punët e brendshme të vendit e përdor shtetin, përdor burimet tona si pronë private duke dhënë PPP tek biznesmen. Nuk kam të bëj këtu me rastin e procedurës, sepse duhet keni parasysh diçka. Procedura e marrë nga ky person sipas ligjit është e rregull. Pse? Sepse do plotësoj patjetër kriteret. Sepse mund të jetë edhe i paralajmërim që këto janë kriteret. Pra, i informacioni fillestar dhe paraprak se këto janë kriteret, bëu gati dhe merre. Por, ajo që është e çuditshme është kjo. Përse duhet të jepet një PPP e tillë duke synuar që ky do të jetë ushtari jon dhe ky do jetë për ne te joni sepse këtij i dham ne këtë PPP që do na ketë borxh gjithë jetën. Pra, te ky mesazh nuk do kuptoni që borxh për Partinë Socialiste. Borxh për Belinda Ballukun, po. Pra, zonja Balluku po përgatiste terrenin e saj se si të merrte këta individ që janë pushteti ekonomik dhe të ja atashonte rreth vetes së saj. Duke ardhur në këtë informacion zoti Rama, që kjo përdor këto biznesmen si për interes të zotit Rama që të marrë pushtetin për herë të katërt, por ashtu edhe për interesin e zonjës Balluku, e cila thot me largimin e Edi Ramës, sepse sa do rri ky, do plaket në karrike, unë do jem ajo që do ta çoj para kohë në shtëpi. Pra, ajo nuk ka menduar që ja kanë bërë qokën apo i kanë bërë nderin për Partinë Socialiste. Por kjo qokë ka ardhur nga Belinda Balluku në raport me këtë biznesmen. Pra, ju duhet kuptoni që lufta që i bëhet sot zonjës Balluku nuk është penale. Është leadershipi, pra është ajo që ne themi vazhdimisht fuqia. Dhe fuqia në rastin konkret e zonjës Balluku ishte që të lajkoste të gjithë këta me na një cop PPP-je, që ajo nesër t'i përdorte këta individ duke sulmuar Edi Ramën. Pra prandaj ju them, procedimi i zonjës Balluku nuk është thjesht vetëm një procedim i cili është në këtë fazë që ajo po goditet nga një institucion i pavarur, por është thjesht loja e rrezikshme që kam thënë tek ju, e cila ka për detyrë të heqë zonjën Balluku me procedurë nga duart e zotit Rama ose nga këmbët e zotit Rama, sepse zoti Rama për shkak të pengmarrjes në rrethana të tjera të prapaskenës, të cilat ende nuk kanë dalë në publik ashtu siç duhet, ka detyrime ka shi zonjës Balluku. Dhe prandaj del ky lajm që pse zoti Rama do nesër kur të marri momentin e tij të dalë në publik dhe të thotë që po isha viktim,
Pra të viktimizohet përsëri, duhet të dalin këto fakte që të përdorë ai dhe thot e shikuat çfarë ishte rasti Balluku. Pra ajo punoi që të godiste Partisë Socialiste. Po tek emri Partia Socialiste Rama përfshin edhe veten e tij, po nuk e thot drejt për së drejt, do ta thot në mënyrë indirekte duke sajuar dhe justifikuar rastin e asaj që ne themi gjithmonë të marketingut të tij për vetë mbrojtje dhe mbrojtje. Prandaj them që ky mesazh nuk është mesazh që është për Partinë Socialiste, është për zonjën Balluku që nesër pas nesër të ishte kundërshtarja ose personi që do t'i merrte karrikën zotit Rama. Zoti Zhlim, a pritet që të dalin përgjigje të tjera lidhur me këtë dosje? Po, e pres për arsye se kam thënë tek ju më përpara dhe për i përsëris. Duhet keni parasysh diçka. Kur unë dhe ju kemi pushtet, pushteti jonë është i fuqishëm. Ne të dy nuk kemi se si të spionojmë njëri tjetrin për shkak se kemi bërë një pakt, kemi një marrëveshje dhe në rast se spionojmë njëri tjetrin do jetë në një situatë të cilat do të na rrëzojnë menjëherë nga pushteti. Çfarë përdorim të dy veç e veç? Çfarë? Mjetin kallëzim dhe vendosim individ të cilët na kallëzojnë kundërshtarin dhe në fund fare duket kundërshtari, por në fund fare nuk dukem unë si kallëzues, sepse unë jam i përfshirë me ty dhe në rastin konkret nuk mund të kallëzoj veten time dhe të futem edhe unë në grop. Por ajo që ju duhet kuptoni te ky rast është shumë i thjeshtë. Përgjime ka sepse ata nuk kanë menduar kurrë që do të prishin pazare sepse kanë qenë gjithmonë në mendimin e pazareve të vazhdueshme të qëndrueshme fitimprurëse për ta. Por në një moment kur prishet marrëveshja, sepse marrëveshja në çdo moment mund të prishej, atëherë funksionon rasti që ne themi kallëzimi, prokuroria heton dhe në fund fare gjen përgjime, sepse fillon edhe bën sekuestrime. Po si do të bëj prokuroria sekuestrime dhe përgjime kur nuk ka indicie? E dini ju çfarë po bëj unë tani në këtë momente? Jo. E di unë çfarë po bën ju në këtë momente? Jo. Pra, duhet kemi parasysh që diçka ka ndodhur dhe diçka që ka ndodhur është e përgjuar rrethit, rreth oborrit. Pra nuk mundet një person jashtë oborrit të di çfarë ke bërë ti brenda tek oborri jot. Pra ose ai duhet ketë marrë pjesë, ose ai duhet ketë bërë diçka që ka të bëjë me mënyrën edhe marrëdhëniet me njëri tjetrin, sepse përndryshe nuk mëson asnjëri për asnjë person rrethana kaq shumë të veçanta. Pra, nuk kuptohet qartazi që ka përgjime të rënda, por këto përgjime nuk po i nxjerr prokuroria. Dhe ajo pyetje që duhet të lindë e natyrshme është kjo: pse prokuroria po bën marketing në rastin e zonjës Balluku dhe pse prokuroria në rastin e zotit Veliaj bëri çfarë? Lëshim të çdo akti për ta marrë të gjithë mediat edhe duke lançuar dhe duke goditur zotin Veliaj. Pse ky diferencim? Pse kjo mbrojtje ndaj zonjës Balluku? Pse po mbrohet zoti Rama në mënyrë të atill dhe në rastin e zotit Veliaj ishte në shesh o vlla të dalin të gjitha dhe s'ka rëndësi? Pra do të thotë që edhe vetë prokuroria është në lojën e radhës që të kujdes zotin Rama në një moment të caktuar kur për prokurorinë do të përbëj rrezik edhe zoti Rama. Por ju duhet keni parasysh që në përgjime është edhe zoti Rama. Por puna është kjo: a është ndonjë prokuror i cili devion hetimin dhe e spastron zotin Rama nga aktet procedurale? Sepse prokurori mund ta zvarrisë, apo gjëja mund të pastroj prova dhe në fund fare prokurori harton kërkesën për dërgimin e çështjes në gjykim dhe mundet të dalësh dhe i pastër për shkak se prokurori është të këtij kalibri, pra mund të jetë pjesë e partisë. Duke marrë këtë si referencë të përgjithshme, unë po ju them që po ka përgjime ambientale, të brendshme, të jashtme, por puna është kjo, që u prish pazari dhe ai që spionoi është brenda rrethit dhe jo përtej rrethit. Organizuar dhe për korrupsionin. Kongresi Amerikan pritet që të miratojë një rezolutë e cila duket se është një goditje shumë e madhe për politikën shqiptare,
për oligarkët e sidomos për krimin e avokat, si e pat këtë lajm që Kongresi Amerikan duket se e ka marrë seriozisht Shqipërinë dhe ndoshta e ka marrë seriozisht edhe pastrimin e politikës shqiptare nga persona që dije që janë të korruptuar. Duhet kemi parasysh diçka që në datën 20 janar 2025, ardhja e Trumpit shënoi një linjë të re në politikën ndërkombëtare. Nga ajo datë deri më sot, zoti Trump është marrë gjithmonë me politikën e jashtme duke shuajtur apo të negociuar në pushimin e shumë luftrave të cilët kanë ndodhur në botë. Nga janari 2026 në maksimumin e janarit 2027, zoti Trump do të merret me Ballkanin Perëndimor, përfshi dhe Shqipërinë. Linja Trump do të ketë një strategji të caktuar në disa vende të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor, Kosovën, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Këto shtete do të jenë pikërisht piknisja e diplomacisë së zotit të Trump në Ballkanin Perëndimor. Mos harroni faktin që zoti Trump dhe Elon Musk fillojnë një luftë të ashpër me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian do të përballet me një, do thoja, luftë midis Amerikës, BE-s, e cila do të mbizotrojë në Ballkanin Perëndimor. Linja Trump nuk do të lejojë Bashkimin Evropian të jetë në kushtet që është sot, në protagonizmin e vet, në Ballkan, por edhe me vendet të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor që të shkojnë drejt Bashkimit Evropian. Prandaj 2026 në tërësinë e vet, jo thjesht për 90 ditë apo 100 ditë, do të qëndrojë, do të thoya, në një situatë jo të qëndrueshme. Në kuptimin e qëndrueshmërisë duhet kuptojmë që do ketë destabilitet të brendshëm institucional në Bashkimin Evropian. Do të shikojmë partitë politike që i qëndrojnë të grupit të së djathtës, që do të jenë të atashuar në mendimet e zotit të Trump, dhe përveç kësaj, linja e Trump po instalohet zyrtarisht jo përmes bizneseve, por përmes aspektit legjislativ, duke mbrojtur interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Se mos harronim një fakt të rëndësishëm që ne si shqiptarë duhet na interesojë. Investimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën nuk është një investim i një presidenti apo i një senati, por është një investim i parave të amerikanëve që kanë investuar për pavarësinë e Kosovës. Dhe mos harroni edhe një fakt tjetër të rëndësishëm që ne do ta kalojmë për disa ditë, formimi i qeverisë e Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit nuk do të vijë nga një person që quhet Albin Kurti, sepse është edhe barazohet sipas mendimit dhe linjës Trump njeriu i Sorosit. Prandaj këto sanksione, këto veprime që bën administrata e Trumpit do jenë veprime të cilët vendosin edhe Shqipërinë dhe politikën shqiptare, por edhe biznesin ekonomik të vendit në ethe, dhe këto ethe sigurisht do të kenë një mesazh të qartë. 69 persona do të shpallen non grata, një pjesë e tyre do ta mësojnë publikisht, një pjesë tjetër do i refuzohet viza dhe përveç kësaj do t'i çohet një letër që në përmbajtjen e saj do të ketë pikërisht pse ndalohen të futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përse ato përbëjnë rrezik për interesat kombëtare dhe federale të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Avokat, në cilët nivele mendoni që do jenë non gratat dhe çfarë do thotë kjo për Shqipërinë më konkretisht? Pra, çfarë pritet të ndodh pas këtyre shpalljes non gratave? Në Shqipëri do të ndodhi ajo që nuk është parë ndonjëherë, që Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sidomos në vendin tonë nuk do të kemi një shpallje e cila do të ketë përmasat e rastit të zotit Berisha. Do të kemi të bëjmë me qeveritar, me funksionar publik, me persona të cilët në aktualisht kanë pushtet dhe nuk ka të bëjmë me persona të cilët nuk kanë pushtet. Por këtu duhet të nënvizojë diçka. Për persona të cilët nuk kanë pushtet, por janë në politikën shqiptare dhe kanë mundësi ndryshimesh ligjore
ose kanë mundësi përmes atyre që ne themi pushtetit ekonomik dhe cenojnë në një farë mënyre direkte ose indirekte interesat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, do të ketë patjetër masa, por nuk do të jetë në rastin si në rastin e zotit Berisha, pra nuk do jenë shumica e rastit, po do jenë disa individ, të cilët nuk cenojnë apo ose më mirë nuk kanë një pushtet aktiv. Për sa i përket qeveritarëve, sigurisht që ju duhet të dini që do të kenë persona të cilët do të sankcionohen dhe do të jenë ministra, deputet, kryetar bashkie dhe pse jo dhe për herë të parë kryeministri në detyrë, pra Edi Rama. Është lajm i bukur, mendoj duhet të qeshim, por e vërteta është një lajm real. Tek zoti Rama e kam thënë tek ju që i është dërguar letra dhe ajo që unë kam thënë vazhdimisht tek ju është që ai e ka letrën te sirtari i tij, por mos harroni një fakt që nga kjo letër ai kishte të drejtë ose detyrën të bënte dy veprime, të shtypte gazin ose frenat, por pasojat në të dyja anët do të ishin pothuajse në komandën e tij. Pra, në rast se do të shtypte frenat në mënyrë të menjëhershëm, sigurisht pasojat do ishin të rënda. Në rast se do shtypte frenat në mënyrë diplomatike dhe me marrëveshje politike me kundërshtarin politik, sigurisht që tranzicioni politik e rotacioni politik do të ishte i mundur me një pakt ose më mirë me një aleancë dhe një marrëveshje e cila ka të bëjë me një qeverisje e cila do të ishte e përbashkër me synimin e Bashkimit Evropian pra antarësimit të vendit. Prandaj, për mendimin tim, rasti i nëngradës apo rasti i sanksionit ndaj zotit Rama mund të vi si një lajm i papritur, i paimagjinueshëm, i cili për mendimin tim është një lajm politik për herë të parë që një vend si vendi ynë përballet me një sanksion të tillë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe zoti Trump, për mendimin tim, nuk po luan si biznesmen, por po luan si politikan përmes trurit të tij të biznesit që të mbrojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ajo që unë dua të them tek ju dhe tek opinioni publik, kjo listë do të jetë e gjerë, do të jetë një listë e rëndësishme për politikbërjen shqiptare, por duke uruar që qytetarët shqiptarë të ta marrin si një mesazh reflektimi dhe përmes votës ndryshimi dhe ndëshkimi të atyre të cilët kanë cenuar jo vetëm interesat e shtetit tonë, por edhe interesat të aleatëve tanë dhe partnerëve tanë strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO. Zoti Zhlima, po shkohet drejt një qeverie teknike? Qeveria teknike do të shkohet, por me synimin e një krize artificiale, e cila do të ketë në përmbajtjen e saj të ndryshime kushtetuese, ndryshime të kodit zgjedhor, ndryshime të sistemit territorial dhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jemi drejt kësaj rruge për arsye jo vetëm të krizave, jo vetëm të sanksioneve, por jemi për shkak se në asnjë vend të Bashkimit Evropian nuk mund të shkohet në shtëpinë europiane parimore demokratike me një qeverisje e cila ka marrë 83 mandate. Qeverisja e Partisë Socialiste me 83 mandate nuk nënkupton Bashkimin Evropian, por nënkupton Bashkimin Sovjetik. Qeverisja ose qeveria teknike do të shërbejnë për ndryshimet kushtetuese dhe të një pakti të madh politik që sigurisht që do ta bëjë Partia Demokratike me Partinë Socialiste, sepse janë parti tradicionale që janë në politikën shqiptare. Dhe mos harroni një fakt tjetër që është tepër i rëndësishëm dhe s'duhet ta harrojmë, është se në 11 maj, pavarësisht se si SPAK-u bëri veprime duke arrestuar dhe duke proceduar persona brenda dhe jashtë Partisë Socialiste, opozitar të ndryshëm, pati rezultat që ishte 83 mandate. Pra, nga 83 mandate, nga gjithë këto arrestime, qytetarët shqiptarë në 11 maj thanë që në politikën shqiptare duan të qëndrojë Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia e Lirisë. Duan të themi Shqip ashtu siç duan shqiptarët. Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta të ekzistojnë ende në politikën shqiptare, sepse populli jon në një farë mënyre ndëshkoi ose nuk aprovoi
ardhen e prurjeve të reja politike që janë partitë e reja dhe persona të cilët ne i pam fare mirë se si njëri u bë avokat i popullit dhe tjetri është sot për të justifikuar dështimin zoti Lapaj është përpara kryeministrisë për të thënë që unë do të rrezoj Edi Ramën. Prandaj, ajo që unë dua të them është kjo që një qeverisje teknike do bëhet pikë së pari kur Partia Demokratike do të jetë gati të marrë me vete të gjithë aspektin opozitar, përfshi zotin Lapaj, përfshi dhe pjesëtar të tjerë të partive të tjera opozitare, me qëllim që Shqipëria të ketë një model amerikan i mirë kontrolluar me dy parti kryesore, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Ky është skenari më i fundit për sa i përket një qeverisje teknike, por qeveria teknike do të jetë me synim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra nuk do të jetë thjesht sepse erdhi Amerika na dha disa goditje, por justifikimi është që është momenti të reflektojmë të gjithë sepse duhet të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe faktura në fund fare, kur të kemi një dështim edhe në Bashkimin Evropian, do të faturohet popullit për shkak se pushteti do të thotë në një moment të dytë që shikoj ju deshët Bashkimin Evropian, unë ju çova, pra nuk ja pse më kërkoni mua ju llogari, pra e keqja nuk ardh nga mua, po ju ishit ata të cilët nuk ndaluat të keqen. Zoti Shlima, ka dalë një raport i avokatit të popullit lidhur me procedurën që kanë ndjekur Policia e Shtetit, Policia e Burqeve dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ndaj Erion Veliet për një vizitë që ai ka pasur në spital. Çfarë ju bëri përshtypje nga ky raport dhe çfarë masash duhet marrë në fakt lidhur me këtë gjetje të avokatit të popullit? Nuk kam parë asnjëherë në asnjë procedim penal gjatë gjithë këtyre viteve që unë jam në profesionin e avokatit, të një pandehur dhe një të dënuarit ose një person i cili ka të lashe me drejtsin, të ketë monitorim maksimal në telefon, në komunikim, me çfarë do lloj procedurë që ka të bëjë me shëndetin e tij, ashtu siç ka ndodhur te zoti Veliaj. Është hera e parë që prokurori ka kaq shumë investim të merret akoma çfarë bën ti brenda burgut. Kjo quhet smundje. Pra, o prokurori është i smur, ose personi në të vërtetë që ka kriminal dhe nuk që ka kryetar bashkie. Sepse unë nuk mund t'i përkthej kësaj ngjarje një do të thoya një këmbvështrim tjetër. Sepse nuk mundet të imagjinoj unë që një kryetar bashkie të monitorohet pasi futet në burg dhe është në monitorim absolut të shtetit, ky person të investohet që të monitorohet vazhdimisht dhe e drejta e jetës, e drejta e fjalës dhe të drejtat e tjera të cilat janë të garantuara në konvent, me një vendim të një prokurorit, ky person t'i humbasë këto të drejta. Kjo quhet smundje në aspektin procedurial. Pra do të thotë që personi që bën këtë veprim nuk është mirë. Kjo do të thotë policia e shtetit, policia BKE-ja, prokurori, Ministria e Drejtësisë që ka drejtorinë e burgjeve. Pra, kjo është një smundje e brendshme. Dhe kjo smundje e brendshme është për inat të brendshëm. Se s'ka logjik tjetër të më thotë mua që zoti Veliaj i paraburgosur të bëj veprime të dalë nga burgu. Dhe skenaret e famshme që është parë që zoti Veliaj do të ikte nga burgu, do arratisej, do bënte veprime të jashtëligjshme dhe të paligjshme, për mendimin tim i shikoj me rezervim dhe e them përsëri që unë zotin Veliaj nuk e kam votuar kurrë dhe s'ka pse ta votoj, në kuptimin që njerëzit mos mendojnë që unë po i bëj fresk zot Veliaj, por mënyra se si kanë proceduar edhe me vajtjen e personit, për shëndetin e tij dhe ajo që unë kam dëgjuar, nuk e di a është e vërtetë, pra është e vërtetë, të shkoj dhe të jetë në te doktori, ku është një e drejta e tij, është një sekret privat dhe të ketë në prezencë punojës policie që ta ruaj në momentin ku personi bën analizat, kjo është e tmerrshme, nuk është thjesht të mendosh për një shtetës së drejtës, por është e tmerrshme që të shkosh të vizitosh personi për shkak të monitorimit, thotë që është më i lartë, pra më interes ka monitorimi i personit mos të arratisej se sa analizat të personit ku duket cënuar sekretin e shëndetit. Prandaj
Ajo që unë mendoj është kjo që rasti i zotit Velie, për mendimin tim cënon të drejtat e Konventit Evropian të Drejtave të Njeriut dhe përveç kësaj nuk jemi një shtet normal, jemi një shtet i cili jemi e përbëhet nga persona të sëmurë psiqik, të cilët kanë problem me veten e tyre. Zoti Zhdim, a besoni që këto favorizime ose këto gafa që janë bërë, po themi nga institucionet drejtësisë, shkojnë në favor të zotit Velie dhe ai mund të përfitojë prej tyre dhe të rigjej lirin pra të dalë nga burgu? Jo, zoti Velie nuk përfiton nga këto, po zoti Velie përfiton vetëm nga një ngjarje që i ka ndodhur kur ishte kryetar bashkie dhe nuk e punoi mirë sepse kishte besim të tepruar tek vetja e tij. Ajo që bën zotin Velie të fitojë në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut ishte kur Partia Demokratike ishte nga protesta e parë deri në protestën 46 jashtë bashkisë duke imponuar SPAK-ut që të bënte arrestimin që e pam të gjithë bashkë për zotin Veliaj, duke cenuar me këto protesta prezumimin e pafajësisë dhe duke dërguar SPAK-un të bënte aksionin e radhës për interes edhe të Partisë Demokratike dhe të zotit Rama, sepse zoti Veliaj, për të gjithë ata që din të kuptojnë në Shqipëri dhe jo ata të cilët din të imagjinojnë, zoti Veliaj ishte personi që pas zotit Rama vinte në radhë dhe mund të merrte edhe drejtimin e Partisë Socialiste. Ndaj zotit Veliaj në procedimin e tij penal, ashtu edhe edhe për politikanë të tjerë, po për rastin konkret, flasim është cenuar prezumimi pafajësisë. Zoti Veliaj në aspektin ndërkombëtar mund ta luajë shumë mirë, edhe sikur gjykatat e vendit tonë ta dënojnë atë, sepse dihet qartësi që arfëmendësh këto gjykata do punojnë sipas interesit të SPAK-ut, që normalisht është një interes i kushtetutës së 1976-s në 104 kur prokurorit ishin mbi palët dhe mos harroni një fakt tjetër që pas arrestimit të zotit Veliaj, zoti Rama tha publikisht që i dha zotit Dumani spatën, ndërsa sot me rastin e zonjës Balluku, zoti Rama ja ka hequr spatën zotit Dumanit dhe i ka thënë që tani jemi republikë parlamentare. Por duhet kemi parasysh diçka. Çfarë bëri që në rastin e zotit Veliaj zoti Dumani kishte spatën, sot zoti Dumani nuk e ka. Pra do thotë prezumimi i pafajësisë ekziston apo nuk ekziston? Ose rasti tjetër që ka burgaxhi pa vendim gjyqësor dhe ndërkohë kemi të paraburgosur më shumë se sa të dënuar. Rama, kur e kuptoi këtë gjë? Kur arrestoi zoti Veliaj, a ose kur i erdhi një gjë e paporositur, po në mënyrë indirekte e porositur, po sigurisht që do të bëjmë viktimën e radhës, që të bëjmë sikur po ndodh tek rrethi jon, po në fund fare duhet të justifikojmë me rastin e burgimeve pa vendim gjyqësor. Prandaj them që zoti Veliaj për mendimin tim nuk është se përfiton vetëm nga ky rast, po përfiton nga shumë raste të tjera, sepse duhet kemi parasysh që kur bën statistika të nxituara, sigurisht që ekziston shpëtimi. Tani a është i aftë zoti Veliaj të bëjë marrëveshje dhe pakt politik për të shpëtuar veten e tij politikisht, jo vetëm juridikisht, sepse juridikisht është një moment tjetër të cilën nuk ka fare lidhje, por politikisht zoti Veliaj për mendimin tim duhet të bëjë një pakt politik me zotin Berisha dhe zotin Meta për të shpëtuar edhe juridikisht.